Përshëndetje, është mbyllur totalisht procesi i numërimit edhe për kandidatët në qytetin e Vlorës. Nga 449 qendra votimi pra kuti janë numëruar të gjitha. Aktualisht pika kryesore, e cila kishte edhe numrin më të madh të pikave të numërimit, tavolinave të numërimit, është pikërisht pranë pallatit të sportit, dera e të cilës është mbyllur mbrëm rreth orës 2 të mëngjesit. I gjithë procesi i numërimit ka përfunduar rreth orës 1:10 dhe tashmë ne kemi një pasqyrë se kush do të jenë deputetët e ardhshëm në parlament. Duket se i iku një mandat edhe Partisë Demokratike, ku janë aktualisht vetëm 3 deputet. Është Buja Leskaj, Ina Zhupa, si dhe mund të them dhe Vangel Dule, i cili ishte i dyti në listë. Paktën nga ana e Partisë Socialiste u arrit të përfitojë mandati i tretë dhe po jap një pasqyrë për sa i përket numrit të votave se si kanë qenë të pasqyruara. Damian Gjyknuri ka pasur 10.031 vota që mban edhe vendin e parë për sa i përket numrit të votuesve në qarkun e Vlorës. Në i dyti në listë është Vullnet Sinaj me 8.757, i treti Ardit Bido me 7.360 dhe Vasil Llajo me 4.894, ndërsa nga femrat hyn Brunilda Mersini me 4.892 vota. Duket që në një farë mënyrë ka pasur luajtje të shifrave, por në përfundim të procesit të numërimit ka qenë Damian Gjyknuri ai që mban numrin më të madh të votave të marra në qarkun e Vlorës. Situata përgjatë gjithë kohës nuk është se ka pasqyruar incidente të rënda përveç se disa debatave apo replikave të cilat nuk janë klasifikuar si problematike. Ka qenë një proces relativisht i qetë në të gjithë qytetin, po ashtu edhe jo vetëm në Vlorë, po dhe në të gjithë qarkun në sakt. Në moment, po, ndërsa me mbylljen e procesit të numërimit të votimit edhe në qytetin e Vlorës, tashmë dhe me shpalljen e kandidaturave, vetë shtabet përkatëse të secilit kandidat kanë njoftuar ato festat e tyre me mbështetësit e tyre. Por që më kryesorja është që procesi i numërimit nuk ka pasur ato siç mendoj, sepse Vlora duke qenë që shpesh ka qenë një qark i nxehtë për sa i përket debateve apo dhe himaras si qytet, qoftë procesin e votimit apo dhe të numërimit, këtë herë nuk ka pasur asnjë lloj surprize të këtij lloji. Faleminderit Enrik për informacionet. Faleminderit edhe juve. Mirë, isha me kolegun Enrik Mehmeti, kemi bërë një vështrim në